është një çështje jashtëzakonisht e ndjeshme dhe po ashtu serioze, çështja e zjarreve dhe menaxhimit tyre dhe po ashtu rrezikët që mund t'i kanosen njerëzve, jetës njerëzve, prunave, të qytetarëve tonë, po jo vetëm gjatë sezonit veror, andaj me qëllim që të bëjmë një apel, një thirrje për qytetarët tonë që të kenë kujdes gjatë sezonit veror për shkak të temperaturave të larta. Policia e Kosovës gjatë vitit 2025 dhe 2026 ka realizuar 1222 intervenime në raste të zjarreve në zonat ndryshme të vendit, ku bazuar në Kodin Penal të Republikës Kosovës, respektivisht neni 356, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, dhe neni 322, zjarrvënie, ka iniciuar gjithsej 258 raste penale dhe ka arrestuar gjithsej 37 persona. Raste intervenimit në Prishtinë kanë qenë 444 raste, në Gjilan kanë qenë 241 raste, në Ferizaj kanë qenë 75 raste, në Prizren kanë qenë 71 raste, në Gjakov kanë qenë 100 raste, në Pej kanë qenë 80 raste, në Mitrovic të Jugut kanë qenë 141 raste, Mitrovic Veriore kanë qenë 70 raste dhe në total Policia e Kosovës ka intervenuar në 1222 raste. Do japë disa prej parashikimeve se çka parashë Kodi Penal me këto dy vepra, se veçfa mund përballen ata që shkaktojnë zjarre dhe normalisht arrin të identifikohen dhe të arrestohen nga Policia e Kosovës. Të njëjtit do të përfiten në prokurori për procedim vendotjeshëm. Të rasti i zjarrvënies, neni 322 është i parapar dënimi nga 6 muaj deri në 10 vjet. Po ashtu edhe të veprat penale të sigurisë së përgjithshme, të njerëzve dhe të pasurisë, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, neni 356, dënimi është edhe këtu nga 6 muaj deri në 10 vjet, nëse pasoja janë tepër të rënda për qytetarët tonë dhe për pasurinë, nëse kalojnë domosdoshmë shifra shumë të mëdha të dëmeve